Familjar miq e pjesëtar të iniciativës Kush është i radhës sot të bën pjesë e protestuesve në Koçan për tragjedinë e Marsit. Alsat takoi ekipet që në mesditë u nisën nga Shkupi. Nga iniciativa Kush është i radhës, thonë se përveç kësaj të shtune, do të vazhdojnë që edhe në të ardhmen të bashkangjiten protestave të familjarve të viktimave të ngjarjes në Koçan. Одиме да ги поддржиме родителите. Родителите се оние кои што долго сметаат дека треба да изјаснат нешто, дека треба да кажат нешто да кажат. Ние секоја сабота ќе одиме да ги поддржуваме. Бидејќи они најавија секоја сабота протест символично од 16:05. Кои се пораките што ќе ги испрати од Koçani? Пораките ги испраќаме и од лично име и од името на цел народ дека треба да бидеме таму што поприсутни, не само од Скопје, туку и децентрализирано од цела Македонија, само за да дадеме поддршка, да се чувствува дека не се заборавени, дека се уште сме со нив, затоа што тој процес се уште трае и е болен за сите нас. Mendojmë se drejtësi për këtë rast, ashtu edhe si për raste tjera, siç ishte rasti i Modularës, e pam edhe aktivimin dje, domethënë vetëm një vit e 6 muaj për 14 viktima, edhe raste tjera, dhe mendojmë se edhe ky rast do të harrohet sikur raste tjera dhe nuk do të ketë drejtësi as edhe për këtë rast. Protesta e pas ditës së sotme nga familjarët e viktimave dhe të lënduarve të ngjarjes së Koçanit është e disata me radhë. Protestuesit kërkojnë drejtësi nga institucionet dhe bartësit e funksioneve. Nga zjarri në diskoteken Puls në Koçan, i ndodhur mëngjesin e 16 marsit, humbe jetën 62 persona, shumica të rinj, ndërsa 200 tjerë mbeten të lënduar.